Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon partitë shqiptare në bashkëqeverisje se po përdoren për të çmëntuar barazinë etnike në vend. BDI shpreh shqetësim të thellë për fushatën e re të realizuar nga mbetjet e Vlenit të porositur nga VMRO DPMNE dhe ZNAM kundër regjistrimit popullsisë, një proces thelbësor për funksionimin demokratik dhe multietnik të shtetit. Sipas opozitares shqiptare, kjo është trishtuese dhe e paprecedent në historinë e pluralizmit në Maqedoninë e Veriut. Nuk ka ndodhur më parë që për politika kaq haptasiante shqiptare, partitë maqedonase të përdorin partitë shqiptare për të përgatitur terrenin për ndërhyrje institucionale. BDI e denoncon me forcë të qasje si një strategji të mirë koordinuar për të dobësuar themelet e barazisë në këtë shtet. I bëhet thirrje qytetarëve shqiptar dhe gjithë faktorëve të përgjegjshëm që ta kuptojnë rrezikun e këtij modeli të ri që prodhon dasi, mohim dhe tension, thuhet reagimin e BDI-s. Nxënësit që duan të regjistrohen në shkollat e mesme në Maqedoninë e Veriut kanë një mundësi të dytë përmes të regjistrimit të dytë elektronik këtë muaj. Dokumentacioni i nevojshëm do të dorëzohet shkollave të martën dhe lista e nxënësve të regjistruar do të publikohet të mërkurën në 2 korrik deri në orën 12. Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të mbledhura nga shkollat, ka rreth 16.000 vende të lira për regjistrimin e nxënësve për fazën e dytë të qershorit. Pas aplikimit të parë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikoi edhe informacionin në lidhje me shkollat në të cilat është përfunduar konkursi për regjistrimin e nxënësve në arsimin profesional dhe për sektor kualifikime të caktuara. Për nxënësit që nuk do të regjistrohen në shkollën e mesme në afatin e qershorit, mundësia tjetër është gushti në shkollat ku do të ketë vende të lira. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pas shpalljes zyrtarisht të pandehur, prokuroria e posaçmi ka komunikuar këtë të në akuzën kryetarit të Komisionit të Prokurimit Publik, Jonaid Myzyri. Sipas PAK, ai akuzohet për veprën penale shpërdorim detyre dhe shkelje barazisë në tendera. Bëhet fjalë për tenderin e mirëmbajtjes së aksit rrugor Shpal Ura e Repsit me gjatësi 58.7 km dhe me një vlerë 2.29 milion euro. Dosja e kreu të Komisionit të Prokurimit Publik po hetohet nga prokurori Elvin Gogaj, i cili vendosi të ndryshojë statusin e Myzyrit nga person në hetim në të pandehur. Ashtu si dhe në herët e tjera, Jonaid Myzyri edhe këtë radhë nuk ka preferuar të flasë për mediat nga ambientet e SPAK. Në listën e personave të pandehur që SPAK pritet të komunikojë akuzën këtë javë, janë në 3 anëtarë të gjykimit të ankesave nga subjektet private në Komisionin e Prokurimeve Publike. Mësohet se të gjithë personat akuzohen për shkelje të barazisë në tender, duke pasur në fokus pikërisht abuzimet me tenderin për mirëmbajtjen e rrugës Rëshen Shpal dhe Shpal Ura e Repsit. SPAK ka nisur hetimet për çështjen e kontratës së lobimit për llogaritë Partisë Demokratike nga një fondacion amerikan. Nga prokuroria e posaçme nuk sqarohet se për çfarë elementesh e kanë bindur që nga faza e verifikimeve të kalojnë në hetim. Altin Dumani ka kërkuar zyrtarisht Partisë Demokratike t'i vendosë kontratën në dispozicion, fakti konfirmuar të premten nga Flamur Noka që nuk ishte thirrur për hetim, po për krime zgjedhore të 11 majit të kallëzuara nga demokratët. Bota. Ministria e Brendshme në Beograd njoftoi se mëngjesin e kësaj të hënë policia hoqi të gjitha barikadat në rrugët e Serbisë gjatë natës duke liruar trafikun. Policia veproi në mënyrë shumë profesionale dhe disa persona u ndaluan për sulm dhe fyrje të policisë dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike, thuhet në reagimin e Ministrisë së Brendshme të Beogradit. Një automjet i policisë u dëmtua nga pjesëmarrësit në blokadë. Policia e shtetit në Serbi njoftoi këto informacione në një deklaratë të kësaj të hënë. Të dielën protestuesit të cilët përbëheshin nga grupe më të vogla studentësh që bllokonin fakultetet dhe qytetarët që i mbështesin ata bllokuan kryqëzimin në disa qytete në Serbi dhe në Beograd, ku u bllokuan gjithashtu ura dhe rrugë të rëndësishme. Nga mëngjesi të hënës, policia ka thyer bllokadat në disa vende në Beograd, në Novi Sad dhe studentët dhe qytetarët u tërhoqën. Trafiku në Beograd po kthehet dal nga dal në normalitet. Në protestat masive të së shtunës dhe së dielës, studentët u mblodhën të shumë në mosbindjen e tyre civile, ku organizatorët pretenduan se morën pjesë 140.000 persona. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.